Banorët e Mamzit dhe Surrojit janë drejtuar Këshillit Bashkiak dhe kryetarit të Bashkisë Kukës Albert Halilaj për ndërhyrje urgjente në ndërtimin e rrugës Mamës-Surroj. Ata protestuan të hënën paradite para godinës së bashkisë duke kërkuar që projekti të nisë sa më parë. Gjatë protestës u thye xhami i derës kryesore të bashkisë, ndërsa në hyrje të ndërtesës ishte e pranishme policia e shtetit për të garantuar rendin. Banorët tentuan të hynin në mbledhjen e fundit për këtë vit të Këshillit të Bashkiak, por vetëm 3 përfaqësues të tyre morën pjesë pas thirrjes së këshilltarëve të Bashkiak. Përfaqësuesit e banorëve paraqitën kërkesën për ndërhyrje të menjëhershme në rrugë, duke theksuar vështirësitë e mëdha të lëvizjes dhe pasorat për komunitetin. Ne kena problem rrugën, se të gjithë fshati është popularizuar totalisht, kanë ardhur edhe në Kukës, tonë edhe me qira, tonë edhe pa qira. Rruga Surroj Mamës duhet me u bë se zban, sepse të gjitha ato zona janë shtruar, Surroj që merret Flori i Madh atë nuk shtrohet. Dhe ju i këshilltarët e bashkisë që keni votuar her pas here për shatë zonë mes më bëjë rrugë. Ju keni pas dorë të mbarot e rrugë dhe i ndërgjegjshëm të gjithë ju që rruga Surroj të bëhet e para, se merret Flori, merret gjitha ja pasuri për Surrojt, shkon në për shu që rruga e Surrojt duhet merret vendim i pa diskutuar he për jush. Se ju në përfaqësoni ne, ju votoni për ne, shu që ju do ta merrni këtë vendim sot, sepse edhe fëmijët tanë nuk duan marrë më në fshat të pa rrugë ba. Ja të them unë. Ndërkohë, gjatë mbledhjes, kryetari i Bashkisë Albert Halilaj informoi përfaqësuesit mbi hapat e drejtanishëm për këtë projekt dhe shpjegoi mundësitë financiare të bashkisë lidhur me ndërtimin e rrugës. E kam pamundur me buxhetin e bashkisë dhe me nivelin ekonomik që ka bashkia që trashëgon në vite. Unë sot për sot bashkia Kukës ka mbi 2.3 milion euro borxh. E kemi bon së mësë dëmë 900 milion janë sigurëm shoqërore, pjesa vjetës energji elektrike e me radhë. Që shikoni bashkia e njëta godin, që edhe Këshilli Bashkiak është në këtë që 30 vjetë në qëtë po tona s'ka e përmirësim. Ka shumë problematika Kukësi, ju keni drejt, unë duke par edhe shqetësimin, edhe kontaktet që kam pa me banorët e zonës, ajo investimi është 4.1 milion euro. Me 4.1 milion euro, sot e 400 vjetë bashkia së në banë, sepse ka shumë emergjenca me radhë. Unë e kam dërgu shkres Fondit Shqiptar Zhvillimit për ta financuar, jam kontakt edhe me Ministrinë e Infrastrukturës dhe do jepet çdo gjë do marrë zgjidhjen e vet. Keni qartë. Unë si bashki kam pagu 8 milion lekë oponencën teknike që shoqëron projektin, do gjehen gjitha metodat për ta financuar kështu. Nuk është njëri që do me thonë që ne e kemi lanë asgjë këtë punë. Lidhe me mineralet, që theja shumë shfrytëzohet Surroj nuk shfrytëzohet vetëm sot, është zonë minerare, edhe gjithë që bën eksportet, renta paguhet në eksport. Edhe gjithë renta minerare shkon për llogarit buxhetit të shtetit, nuk vjen në Bashkinë e Kukës. Në asnjë bashki tjetër nuk vjen renta. Renta është një taksë që paguhet në doganën e marinës, në pikat doganore, kur eksportohet ose ndurs, dhe shkon për llogarit buxhetit të shtetit. Do të thonë, ne e dim që është domosdoshme ndërhyrja, do shikojmë gjithë alternativat bashkë edhe me deputetin, do jemi në kontakt me çdo lloj institucioni që do ta financojë këtë projekt. Ndërsa banorët presin nisjen e punimeve, bashkia pritet të shërtojë mundësitë buxhetore dhe teknike për realizimin e projektit gjatë vitit të ardhshëm. Situata mbetet e hapur për zgjidhje, ndërsa komuniteti kërkon përmirësim sa më të shpejtë të aksesit në zonë.